Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut Azza wa Jall vazhdojmë së bashku me një hadith qudsi. Me lejen e Allahut Azza wa Jall kalojmë në hadithin e radhës, të cilin e nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Adhnaba 'abdun dhanba." Një rob i Allahut Azza wa Jall ka bo gjuna. Një rob i Allahut Azza wa Jall ka ra në mëkat. Dhe ky rob jemi secili prej nesh. Ky rob jam unë dhe ky rob je ti, dhe secili prej neve i cili është gjunahqar. Allahu Azza wa Jall thot në këtë hadith: "Adhnaba 'abdun dhanba." Një rob i Allahut Azza wa Jall ka ra në gjuna. E pastaj ky rob e lut Allahun Azza wa Jall dhe thot: "Allahumma ghfirli dhanbi." O Zot, ma fal gjunahun tim, ma fal gabimin tim. Pra një rob i Allahut Azza wa Jall i cili bie në gjuna, bie në mëkat, e pastaj e lut Allahun Azza wa Jall, pendohet edhe kërkon falje te Allahu Azza wa Jall. Pra secili prej neve kur ban gjuna edhe pendohet, kur ban gabim edhe pendohet, kur rëshqet dikund edhe kërkon falje te Allahu Azza wa Jall. Çka thot Allahu Azza wa Jall pas pendimit ton? Çka thot Allahu Azza wa Jall pasi ne kërkojmë falje? Çka thot Allahu Azza wa Jall kur ne themi: "O Zot, mi fal gjunahet"? Thot Allahu Azza wa Jall: "Adhnaba 'abdi dhanba." Robi im bani gjuna, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb. Mirë po ai rob i cili ka bo gjuna e di e ka një Zot i cili i fal gjunahet dhe i cili dënon për gjunahet. Ai rob i cili ka bo gabim e di që Allahu Azza wa Jall është ai i cili i fal gjunahet, dhe Allahu Azza wa Jall është ai i cili ka mundësi që të dënon për gjunahet tua. E pastaj pasi robi kërkon falje, pasi robi pendohet Allahu Azza wa Jall, pasi robi kthehet prej gabimit, thumma 'ada fa adhnab, pas pak kthehet dhe bie përsëri në gjuna. Pendohet Allahu, largon nga gjunaj, kthehet, mirë po pas një kohë bie përsëri në gjuna. Thot Allahu Azza wa Jall: "Adhnaba 'abdi dhanba." Robi im bani gjuna përsëri. Robi im prap ka ra në gjuna. Fa'alima anna lahu rabban. Mirë po ai e di që e ka një Zot i cili i fal gjunahet. Ai pendohet te Allahu Azza wa Jall, kërkon falje te Allahu Azza wa Jall. Ban gabim për s'diti, ban gjuna për s'diti, prap kthehet, thot: "Ja Rab, ma fal gabimin. Ja Rab, mi fal gjunahet." Kalon gabimin e dytë, thumma 'ada fa adhnab. Pas pak bie përsëri në gjuna. Subhanallah, Allahu Azza wa Jall në këtë hadith shohim që Allahu Azza wa Jall na jep shpresë shumë. Ky hadith është shumë shpresë dhënës për gjithë ne që jemi gjunahqar. A ka dikush prej neve i cili nuk hin në këtë hadith, i cili nuk është ky rob i Allahut Azza wa Jall i cili është gjunahqar? Herën e tretë kërkon falje robi, thot Allahu Azza wa Jall: "Adhnaba 'abdi dhanba." Robi im ka ran gjuna, robi im përsëri ka bo gabim, mirë po fa'alima anna lahu rabban. Mirë po ai e di që e ka një Zot i cili i fal gjunahet dhe i cili dënon për gjunahet ndaj tij. Herën e tretë thot Allahu Azza wa Jall: "Qad ghafartu li 'abdi
Falyaf'al ma sha. Ja kam falë robit tim, le të vepron çka don. Subhanallah. Çka në kuptojmë nga ky hadith? Çka na thot Allahu Azza wa Jall në këtë hadith? Allahu Azza wa Jall na përkujton që secili prej neve, jo që gjunaqar, jo vetëm kaq, po secili prej neve ka mundësi që ti përsërit gjunahet. Secili prej neve ka mundësi që ti përsërit gabimet. Kera njëherë një gjuna dhe i ke kërku falje Allahut. Pastaj pas një kohë kera përsëri. Je pendu të Allahu, pas një kohë kera përsëri. Çka don që të na thot Allahu Azza wa Jall? O robi im, edhe nëse bie në gjunahet disa herë, edhe nëse pendohesh dhe bie përsëri, kërko falje të Allahu Azza wa Jall. Pendohu të Allahu Azza wa Jall, edhe nëse gjunahet janë shumë, edhe nëse gjunahet përsëriten, edhe nëse gjunahet janë të vazhdueshme, pendohu të Allahu Azza wa Jall. Ky hadith është i madh, i cili na nxit në pendim dhe Allahu. Allahu tha në Kur'an: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim", thuaj o robrit e mi që i keni kalu kufit, e keni ngarku veten me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah, mos i humbni shpresat për rahmetit të Allahut. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu është ai i cili fal gjitha gjunahet. Allahu Azza wa Jall na nxit: o ti i cili e ke lënë namazin me vite, pendohu te Allahu Azza wa Jall. O ti i cili e ke prish Ramazanin me vite, pendohu te Allahu Azza wa Jall. O ti i cili ndoshta kera në gjunahe të mdhaja, nëse ke pi alkohol, nëse ke vjedh, nëse ke ran zina, nëse ke lujt kamar, nëse e marr me bigjoz, nëse e marr me gibet, nëse e marr me drog, nëse e marr me krim, nëse e marr me çfarë do gjunau, pendohu te Allahu Azza wa Jall. Sa do që t'jenë gjunat e mdhaja, inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu i fal gjitha gjuna. Allahu Azza wa Jall në këtë hadith në nxit, edhe nëse ke bo gjuna, pendohu te Allahu. Po jam pendu be njëherë, po kam ra prap pendohu te Allahu. Po jam pendu për zditi, prap kam ra, prap pendohu te Allahu. Deri kur? Deri në vdekje. I than Hasan Basriut rahimullah: a nuk ju vjen marrë disa njerëzve, bajnë gjuna pendohen, bajnë gjuna pendohen, pas sa është ky pendim? Ti kur të pendohesh edhe ma u kry. Hasan Basriu rahimullah tha: kjo është lojë e shejtanit, që e nxit njeriu që të mashtrohet dhe të mendon që masi po kthehem ma mirë s'po pendohem hiç. Po pendohem, po s'po muj me mbajt, ma mirë hiç mos u pendo. Kjo është lojë e shejtanit. Pendohu, edhe nëse gjunahu yt përsëritet 100 herë. Edhe nëse kera 100 herë në një gjuna, çka do të me bo tash? U kry? Pendohu te Allahu Azza wa Jall. E keni parasysh hadithin e atij njeriu i cili kishte vrajt 99 vet. A ka në mesin ton dikush i cili e ka vrarë një njeri? Një me vrajt, është gjunah i madh, është krim i madh. Mi vrajt 2, mi vrajt 3, me pas në njerë që ka vrajt a shumë njerëz, na nuk i japim selam, na nuk i folim, na s'dem me pa. Kanë mbyt njerëz 99 vet, deri sa mori përgjigje nga një person me shpresë që do t'i jep përgjigje si duhet. Ai tha: ja, ti Allahu kur s'ta fal. Atëherë e mbyti edhe të fundit dhe u bën 100. Dhe pastaj shkejte një prej dietarëve dhe mori përgjigjet plot, përgjigjet sakt. Tha: o ti filan, pendohu te Allahu Azza wa Jall. 100 veti ka vrajt, pendohu te Allahu, pendohu te Allahu. Kjo nuk do me thonë që tash ti ai ban gjuna se s'pas ka problem. Ja, do të ketë kujdes besimtari, po nëse ka ndodh, dhe neve na ka ndodh, dhe na secili prej neve gjunaqar, pendohu te Allahu Azza wa Jall. Pendohu te Allahu Azza wa Jall, se Allahu është ai i cili i fal gjitha gjuna. Dhe kjo është rahmeti i madh i Allahut Azza wa Jall. Se cili prej neve mos i humb shpresat. La taqnatu min rahmatillah. Mos i humb shpresat
prej rahmetit të Allahut. Në një ajet tjetër tha Allahu azza wa jall, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Nuk i hum shpresat prej rahmetit të Allahut përveç se populli jo besimtar. Ajeti musliman, ai i cili është musliman ka shpresë në rahmetin Allahut azza wa jall, edhe nëse ban gjuna të vogla, edhe nëse ban gjuna të mëdha, edhe nëse ban çfarë do gjuna, edhe nëse e ban gjunahun më të madh në dunja, mbi cilin nuk ka gjuna. Cili është gjunahu më i madh? Gjunahu më i madh në fenë Allahut, mbi cilin mos s'ka gjuna më të madh, është shirku. Shirku, me i bo shok Allah, me e bo Allahun dy. Megjithatë, edhe për këtë nëse pendohet njeriu, Allahu e fal. Edhe shirk nëse ban, pendohet Allahu, Allahu azza wa jall e fal. Mos flasim për gjunahet tjera, se cili prej neve të pendohet Allahu, të kërkon falje të Allahu azza wa jall, të përmirësohet nga ajo e kaluar në të cilën ka ecë, dhe t'i kthehet Allahut azza wa jall dhe të fillon një jetë tre dhe një të ardhme më të mirë. Allahu azza wa jall na nxit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit në hadithe të ndryshme që ne të pendohemi te Allahu azza wa jall. Në ai i cili pendohet te Allahu për gjunahet e tij, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu atyre gjunahet e tyre u ashëndron në sevape. Ai i cili ka bo gjunahe, Allahu azza wa jall i ashëndron në sevape, Allahu azza wa jall i ashëndron në sevape. Subhanallah, rahmeti Allahut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej robërve të Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit, Allahu azza wa jall i aparaqet gjunahet e tij, mirë po gjunahet e vogla, jo gjunahet e mdhaja. O robi im, a janë këto gjunahet tua? Dhe ai i sheh para vetes gjunahet, mirë po gjunahet e vogla, dhe gëzohet që në mesin atyre gjunaheve nuk janë gjunahet e mdhaja, dhe shpreson që ndoshta ato gjunahet e mdhaja mos do të fshihen, mos nuk do të dalin. A janë këto gjunahet e tua? Thot, po ja Rab, këto janë gjunahet e mia. Allahu azza wa jall i thot, të gjitha këto gjunahe ti kam shëndrun sevape, gjitha këto gabime ti kam shëndrun shpërblime. Atëherë ky rob thot, ja Rab, prit, se unë kam hala gjunahet tjera, i kam edhe të gjunahet mëdhaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshi me këtë rob derisa ju dukan dhambët e tij. Një rob i cili ka bo gjunahe, Allahu azza wa jall me rahmetin e tij edhe gabimet i ashëndron shpërblime. Mirë po kjo nuk guxon që të na mashtron neve dhe të mendojmë që edhe nëse ban gjunahe nuk ka asnjë problem. Çka na nxit kjo? Kjo na nxit që ne pas gjunaheve të pendohem te Allahu azza wa jall, dhe kjo na paraqet një rrezik për ata të cilëve Allahu azza wa jall nuk u afal gjunahet. Janë disa njerëz të cilëve Allahu azza wa jall nuk u afal gjunahet. Duhet kemi kujdes, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa illa al-mujahirin. Gjithë ummeti im është i falur përveç atyre që i bajnë gjunahet haptas, reklamohen me gjunahet e tyre. Ju tregojnë njerëzve, a di ku kam qenë unë mbram, a di çka kam bë unë sot, dhe fillon dhe çallam me gjunahet e tij. Lavdrohet para shokëve me haramet e tij. Dhe mendon që me këto gjunahe Allahu azza wa jall nuk i fal, përveç nëse njeriu pendohet sinqerisht te Allahu azza wa jall. E nëse pendohet sinqerisht dhe shpreson që atë gabim mos ta përsërit asnjëherë, Allahu azza wa jall e fal. Po nëse ndodh që e përsërit, pendohet për së dyti, për së treti, deri në fund, Allahu azza wa jall e fal gjunahun e tij. E a ka mundësi që të ndodh që na shpresojmë që Allahu azza wa jall të na fal gjunahet, ndërsa gjunahet ti marrim me veti në ahiret? Ka mundësi.
nëse ne pendohemi në kohën që nuk ban dobi pendimi. Ka mundësi njeriu të pendohet mirë, po kur? Në një kohë që pendimi zvlen. Kur vlen pendimi? Pendimi vlen në çdo kohë, në çdo çast, në çdo moment. Nëse pendosh të Allahu natën, Allahu e fal. Nëse pendosh ditën, Allahu e fal. Nëse pendosh në çfarë do kohë, Allahu e fal. Përveç në dy kohra. Në një kohë që ka mundësi të jetë e afërt dhe në një kohë që ka mundësi të jetë e largët. Në dy kohra Allahu Azza wa Jall nuk e pranon pendimin. A ka mundësi të rrezikohemi? Se dikush thot pasi Allahu Azza wa Jall e fal, ai vazhdojmë na me gjuna dhe dikur ma kur ti baj do vite, kur të kalon e koha, tash ti sot kënaqur sa i ri, se nesër kjo kohë ma nuk kthehet. Kjo kohë nuk kthehet, mirë po njeriu rrezikohet nëse mbrin në një kohë që Allahu se fal gabimin. Allahu se pranon pendimin. Kur është kjo kohë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e robit përderisa nuk i mbrin shpirti në fyt. Nëse shpirti i mbrin në fyt dhe njeriu pendohet te Allahu Azza wa Jall, ai pendim nuk vlen. Dhe ky është rrezik i afërt. Ky është fund i afërt. Dhe rasti tjetër, i cili mund të jetë pak më i largët, është momenti kur lind dielli ka perëndimi në fund të kësaj dunjaje. Në momentin që dielli lind ka perëndimi, çdo kush i cili pendohet nuk i vlen pendimi. Dikush thot ndoshta ne nuk e mbrim kiametin, ndoshta ne nuk e mbrim që dielli me lind ka perëndimin, rregull. Edhe nëse nuk e mbrim atë, a kemi garancë për shpirtin fyt? Cili prej neve ka garancë që e mbrin ditën e nesërme? Cili prej neve ka garancë? Askush. Askush prej neve nuk ka garancë që ndoshta sonte është nata e tij e fundit. Idha jaa ajaluhum la yastakhirun sa'a. Kur tu vjen atyre ejeli, nuk vonon as një sekond, wala yastaqdimun, as nuk vjen më herët më shpejt. Në atë moment që është ejeli, sa prej njerëzve kanë bë plane që do të falen dhe namazi i tyre ka qenë namazi i gjenazës që tjerët e kanë falë. Sa prej njerëzve kanë bë plane që do të udhëzohen, do të pendohen, tjerët janë pendu me vdekjen e tyre. Është shpiklim i madh, si thot një prej dietarëve, me rastin e atij personi i cili me muzikë, me alkool, me dehje, me veturën e tij duke u kthy rrugës, bën ndeshje dhe vdes. Ai vdes, gjithë shokët pendohen edhe udhëzohen. Ka mundësi që vdekja jote të jetë mësim për tjerët, mirë po nuk të bën dobi ty. Andaj besimtari, andaj secili prej nesh duhet pendohet te Allahu Azza wa Jall sa më shpejt, nga se ka mundësi që vjen fundi dhe gjunahet njeriu i merr me vete, edhe pse ka mundësi edhe ka shans që ato gjunahet i pastron dunja. Allahu Azza wa Jall e la derën e pendimit qel që ne të pastrohemi dhe të pendohemi te Allahu. Është fatkeqësi nëse ne duke pas mundësin e pastrimit ato gjunahe i marrim me veti. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të ne fal gjunahet tona, Allahu të ne pastron gabimet tona. Amin.